Prishtina. A ka bërë sa duhet Tirana dhe Kryeministri Edi Rama për Preshevën? Apo thjesht ka qenë ka ngelur në nivelin e retorikës? Retorikës dhe vetëm se gjatë fushatave ka përmend, ka qenë disa herënish në Beograd, u nis puna disa diplomave, edhe ato nuk u bën, dhe në farë mënyre, në mënyrë indirekte, edhe nisi spastrimi etnik i luginës Preshevës, sepse ata studentë që i pritin ato diplomat rregullohen me një marrëveshje, që diplomohen në Tiranë ose në Kosovë, Serbia nuk i pranonte. Dhe kështu i shtynte qëllimisht që të largohen nga lugina e Preshevës. Bashkë me këtë ka filluar edhe spastrimi etnik institucional përmes shlyrjes së adresave në Medvegjë, tash kërcënohet Bjanoca, e më pastaj edhe shqiptarët në Preshevë, që jemi aty 95% kryesisht shqiptar etnik. Në fajl të pyes, me që se përmënde pak më parë ushtrinë zvicerane që po armatoset, në mediat në Zvicër ka pasur një shkrim sot për Ramazanin në ushtrinë zvicerane, si pas të cilit ushtarët mund të agjërojnë dhe të falen, dhe nuk është një lajm pa rëndësi, po të kemi parasysh që në ushtrinë e Zvicrës shërbejnë gati 10.000 ushtarë me origjinë shqiptare dhe shumica e cilëve janë musliman. Natyrisht, armata, si që thatë edhe ju, armata zvicrane, si pas regjistrimit të fundit, numëron mbi 140.000 ushtarë, prej tyre femra janë 2.6%. Shërbimi ushtarak është i detyrueshëm për meshkujt zvicran, zakonisht fillon në moshën 18 vjeçare. Pjesa e armatës helvetike janë edhe mbi 10.000 ushtarë me origjinë shqiptare. Zvicra një vend tashmë i njohur në botë me neutralitetin, diversitetin e saj, madje edhe shembull i demokracisë dhe tolerancës për vende tjera, po reflekton gjithnjë më shumë transformimet e shoqërisë dhe integrimin e komuniteteve. Sipas statistikave të fundit që gazeta jonë zvicrane në Shqip, Le Canton Vincent, Kanton 27, ka marrë nga Bernë, nga Zyra Federale Statistika, Ofis Federal Statistik, thuhet se mbi 300.000 shqiptarë që jetojnë në Zvicër, nga të cilën mbi 100.000 posedojnë pasaportat zvicrane. Bazuar nga këto shifra, lirisht mund të themi se mbi 10.000 shqiptarë shërbejnë në armatën zvicrane, shifra kjo jo zyrtare, sepse këtu në Zvicër, këta ushtarë njihen si zvicran, që në fakt ata de jure konsiderohen zvicran, por me origjinë shqiptare. Bile ata janë edhe krenar që bartin uniformën e Zvicrës, por njëkohësisht gjithnjë janë krenar edhe që janë shqiptarë. E qartë. Edhe kësaj shqiptarë. Në Fail, ndërkohë të pyes pak, a i ndjekë zhvillimet në Shqipëri? Po natyrisht, tash unë si gazetar këtu i vetëm Gjenev Kombë Bashkume, nuk di shka me përcjell përpara, kemi këtu konfliktet me Iranin, me Këto zhvillimet tona politike, këto që po ndodhin, mbështetja që i dha sot Kryeministri Zonjës Balluku? Mbrojtja që i bëri? Kjo nuk është e sodi, kjo që 3 vjetë është i dhonën mbështetje Zonjës Balluku, sepse pas saj e ka radhën edhe vetë ndoshta Edi Rama, dhe duhet ta mbështet patjetër, sepse nëse e hull poshtë, si me thonë, e la anash e ignoron, ajo do të regojnë gjithë çfarë kanë bërë, çfarë kanë zirë me zreti, me lidhur me korrupsionin. E kuptoj. Mendojnë që po funksionon sistemi i drejtësisë në Shqipëri, edhe ky institucion ka i rëndësishëm siç është SPAK-u? Mendoj edhe duhet përkrahur, aq më tepër kur ka mbështetje nga miqtan amerikan SBA. Dhe tashti në kohën kur jemi në prag, kur presim që disa vendet Ballkanit, pra dhe Shqipëria, të jenë anëtare të OBS, unë dyshoj dhe kam dilema të mëdha, sidomos Serbia, por edhe Shqipëria do ta kaloj pragun apo jo, sepse ka probleme me mediat, ka me spastrimi etnik të në luginën e Preshevës, pastaj Shqipëria jonë ka probleme po ashtu edhe me dobimin, që nuk i themi spastrim etnik. Miloševiqi ka largu të nën gjatë luftës 850 mijë, ndërsa në Shqipëri ka nikur këto 2 vitet e fundit mbi 1 milion. Në 2 vite jo, po ndoshta në një 10 vjeçar janë larguar shumë. Mirë, në Fail, se nuk kemi më minuta në dispozicion, unë të falenderoj shumë që ishe me ne. Respekte, miru pafshim bashkë dhe punë të mbarë. Nderuar teleshikues, edicioni qendror i lajmeve përfundon këtu. Shikim të këndshëm të programit.